Përshëndetje hoxh, a mundesh me më tregu, a bën me pre kurban për të vdekurit? Përshëndetje. Kurbani bëhet për Allahun e lartësuar, por njeriu shpërblimin e kurbanit mund t'ia dhuroj edhe dikujt i cili ka ndruar jetë. Për shembull, fëmia bën kurban dhe shpërblimin e kurbanit, ose e bën pjesë në shpërblimin e kurbanit edhe babain e tij i cili ka ndruar jetë. Pra kjo gjë lejohet. Dikush e pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kishte bërë kurban për fëmijën e tij. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e aprovoi dhe nuk e pyeti a është gjallë apo ka ndëruar jetë fëmia e tij. Po ashtu Muhammedi alaihi salam bënte kurban për veten e tij dhe për familjen e tij dhe nuk bënte dallim. Pra midis familjarëve të tij, të cilët ishin gjallë apo ata që kishin ndëruar jetë. Prandaj kurbani është një lloj afrimi tek i Madhi Zot dhe njeriu afrohet tek Allahu i lartësuar, pra duke bërë kurban, duke dhënë sadaka dhe mundet që edhe të afërmin e tij i cili ka ndëruar jetë ta bëj pjesë në këtë shpërblim. Zoti ju rujt.